Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. VMRO merr drejtimin e qytetit të Shkupit. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut shpalli rezultatet fillestare jo zyrtare të raundit të dytë të votimit në zgjedhjet lokale të vitit 2025 në 32 komuna të qytetit në Shkupit. Në raundin e dytë të zgjedhjeve në qytetin e Shkupit, 93.000 votues votuan për kandidatin e VMRO të Pëmnes dhe koalicionit Orçe Gjorgjevski, ndërsa rreth 60.000 votues ose rreth 36% e votave shkuan për kandidatin e së-majtës Amar Meçinović. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Boris Kondarko, informoi se nga rreth 98% e vendvotimeve të përpunuara në raundin e dytë gjithsej 415.000 vota ose rreth 41.76% votuan në nivel kombëtar. VMRO DPMNE konfirmoi përsinë në rang kombëtar dhe në raundin e dytë të votimit për zgjedhjet vendore. Kandidatët e VMRO DPMNE dhe koalicionit kryesojnë në 21 komuna. Kandidatët e koalicionit vlen në 4 komuna, LSDM me koalicionin e saj në 3 komuna dhe kandidatët e Lëvizjes NAM dhe Unionit Rom në nga 1 komunë secili. Në Bogovin, nga 100% e të dhënave të përpunuara, Fetia Bazi nga koalicioni vlen mori 6.300 vota, ndërsa Besnik Emshi mori rreth 5.000 vota. Në komunën e Dibrës fiton kandidati i vlen Fesnik Mela me rreth 4.300 vota. Në komunën e Dollnenit fitoi Blerim Islami nga koalicioni vlen. Në komunën e Kërçovës, kandidati VMRO DPMNE Aleksandr Jovanovski fitoi përballë rivalit nga AKI Fatmir Dehari, ndërsa kandidati i opozitës shqiptare Ejupa Bazi ka mposhtur kandidatin e pavarur Azem Sadikun të përkrahur nga vlen në komunën e Studeniçanit. Në komunën e Bërvënicës fitoi kandidati VMRO-s Jovica Ilievski me 4.300 vota përballë kandidatit shqiptar Hajqim Ramadani nga koalicioni vlen. Kandidati për kryetar i komunës së Bërvënicës, Hajqim Ramadani, ka kërkuar takim të menjëhershëm me përfaqësuesit ndërkombëtar në lidhje me procesin zgjedhor në këtë komunë. Sipas Ramadanit, ka pasur paregullsi të shumta në procesin zgjedhor. Është me rëndësi thelbësore që çdo votë e qytetarëve të Bërvënicës të respektohet dhe që procesi zgjedhor të jetë i drejtë, transparent dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Kjo kërkesë bëhet në frymën e transparencës, drejtësisë dhe respektit ndaj vullnetit qytetar, deklaroi kandidati për kryetar i komunës së Bërvënicës, Hajqim Ramadani. Lideri VMRO DPMNE Histria Mickovski shpalli fitore dhe në Bërvënicë, duke theksuar se kundërshtari nuk arriti të triumfojë pavarësisht përpjekjeve për ndarje etnike. Nuk e meriton as t'ia përmendin emrin e atij kundërshtari, u përpoq të fitonte në emër të ndarjeve kombëtare dhe etnike. Nuk ja doli. Bërvenica mbetet me kryetarin ton të komunës, ta kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Mickovski. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti pranoi humbjen e zgjedhjeve. Në këtë kushte, ai paralajmëroi një analizë të thelluar të strukturave të partisë dhe rinovim të tyre. Ne kemi fituar votën e shumicës, votën e popullit. Dhe kjo është dëshmi e qartë se qytetarët ndajnë drejtimin që ne kemi ofruar për të ardhmen e vendit. Humbja e disa pozicioneve në nivel të kryetarëve të komunave është një thirrje për të forcuar strukturat, për të ofruar më shumë me njerëzit dhe për të përmirësuar mënyrën si menaxhojmë politikat lokale. Fitoria e votës popullore, kombëtare, me mbi 23.000 vota e përsi, është një mandat moral dhe politik që na obligon të vazhdojmë më të bashkuar, më të disiplinuar dhe më të afër me qytetarin. Sepse në fund të ditës, legitimiteti i çdo lëvizje politike buron nga besimi i qytetarëve dhe ai besim nuk është zbehur, por përforcuar. Ishte Ali Ahmeti nga BDI. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.